gjithkush i cili e agjiron këtë muaj, qoftë besimtar apo besimtare, duhet të kujdeset për ruajtjen e agjirimit të tij, për ruajtjen e agjirimit të saj, të përkujdeset për këtë lloj adhurimi, pasi tashmë ai ka në dorë një dhuratë tepër të çmuar, është duke kryer një adhurim madhështor. Dhe ky adhurim duhet të ruajtur, duhet të përkujdeset për të. Pra mos jetë i tillë që vetë e bën një diçka dhe me duart e tija e prish atë. Për këtë arsye nuk është agjërimi thjesht privimi, ndalimi nga buka, nga ngrënia dhe pirja, dhe çdo gjë që e prish këtë agjërim. Por është njëkohësisht ndalimi dhe privimi shmange prej gjunaheve, largimi prej shikimit haram, prej dëgjimit haram, prej të folurit haram e kështu me radhë. Ndaj dhe duhet që besimtari t'i nderoj, t'i respektoj, t'i madhëroj rritet e shenjta të fesë, adhurimet ka shi Zotit të tij Allahu xhalla xhelaluhu, dhe Allahu thot, dhe ai i cili i nderon rritet e shenjta, adhurimet e shenjta të Allahut, kjo gjë është më mirë për të tek Zoti i tij. Po kështu i lartësuari thot, dhe ai i cili i madhëron, ai i cili i nderon simbolet e fesë Allahut, kjo gjë është tregues për devotshmërinë e zemrave. Pra është tregues se ky njeri ka devotshmëri në zemrën e tij. Janë të shumta hadithet profetike se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na këshillon që të ruhemi gjatë agjërimit, të ruhemi prej veseve, prej të folurës së ndaluar, prej shikimit të ndaluar, prej gjithçkaje që është ndaluar. Pra jo vetëm të privohemi prej ngrënies edhe pirjes, por të rritemi në anën shpirtërore, në anën e besimit.